Koha maksimumi 20 minuta, sipas nenit 103.7 rregullores. Mirela për Mirela. Përshëndetje të gjithëve, nuk e di dëgjohem apo jo, lidhur me raportin e Këshillit Lartë Prokurorisë, unë do përpiqem që të jem e përmbledhur. Këshilli për vitin 2024 ka shënuar vitin e 6 të funksionimit të tij. Ka dëshmuar përparim të dukshëm në realizimin e kompetencave kushtetuese lidhur me konsolidimin e rolit të tij si garant i pavarësisë, i llogaridhënies, i disiplinës, statusit dhe karrierës prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Ndër arritjet më të rëndësishme të vitit 2024 që vazhdon gjithashtu edhe në vitin 2025 është bllokimi i procesit të vlerësimit etik dhe profesional të prokurorëve. Konkretisht për vitin 2024 janë miratuar 9 raporte të vlerësimit etik dhe profesional, nga të cilët 7 raporte periodike, 1 raport për drejtues, 1 raport i përshpejtuar. Ndërkohë që aktualisht që flasim, kemi përmbyllur numrin 46 të vlerësimeve etike dhe profesionale. Më lejoni t'ju theksoj që është një impenjim i jashtëzakonshëm i burimeve njerëzore i grupit prokurorëve të komanduar, i anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit, i bashkëpunimit me Këshillin, i cili përfundon me një seancë dëgjimore dhe përballje të gjetjeve të raporteve. Ju lutem vijoni, këtë problem kemi gjithkohën, zënë Bogdani. Ju lutem bani qetësi, të dëgjojmë raportin. Atëherë aktualisht kemi përfunduar 46 raporte vlerësimi etik dhe profesional të prokurorëve. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme jo vetëm e Kuvendit të Shqipërisë, por edhe e Bashkimit Evropian për të filluar në radh parë procesin e vlerësimit etik dhe profesional dhe për të përfunduar të paktën një vlerësim i cili ishte bllokuar që nga viti 2016. Më lejoni t'ju them edhe një herë që ka qenë një impenjim maksimal i të gjitha burimeve njerëzore të Këshillit dhe të prokurorëve të komanduar pranë tij, të cilët bëjnë punën paraprake, inspektimin e dosjes, hartimin e projekt raportit, kalon tek relatori që është antar i Komisionit të Vlerësimit, diskutimi brenda Komisionit të Vlerësimit, i cili finalizohet më pas me vendimarrjen e Këshillit në një seancë dëgjimore ku edhe prokurori është i ftuar të japë observimet e tij lidhur me gjetjet. Pra është një proces administrativ edhe kuazi gjyqësor në përballje me Këshillin për të vlerësuar përfundimisht për një periudhë caktuar prokurorët. Më tej Këshilli ka vijuar procesin e verifikimit të figurës dhe pasurisë për 25 kandidatë që kanë ndjekur formimin fillestar pranë shkollës magjistraturës, e thënë ndryshe vettingu në hyrje. Për vitin 2024 kemi verifikuar 23 kandidatë që kanë përfunduar formimin fillestar në shkollën e magjistraturës dhe kemi kryer verifikimet për 9 kandidatë për pozicion drejtues në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. Lidhur me vakancat në sistemin e prokurorisë, një shqetësim tjetër që është përmendur shumë herë dhe një detyrim gjithashtu kushtetues dhe ligjor i Këshillit, ka qenë një tjetër sfidë madhore për shkak të efektit dhe pasojave të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Apo dhe për shkak të daljes në pension pleqërie, për shkak të dorëheqjeve apo mungesave të përkohshme, Këshilli ka marrë masa në mënyrë që të garantojë funksionalitetin e institucioneve dhe kjo ka qenë sfida, garantimi i përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe ligjore nga njëra anë dhe ruajtja e funksionalitetit nga ana tjetër. Për vitin 2024 numri i prokurorëve në detyrë ka qenë 218 nga 341 që parashikohet të jenë në sistem, ndërkohë që aktualisht kemi 208